krejtë në rregull, për mullet e shojnë PSD-n s'ka problem, heq. Mirë, po problemi ma i madhë në qitë vend është Albin Kurti. Në fund PSD-ja, pi bjen që koka e keq, për shkak që pi ju kritikon juve që përshkoni pi paloni Albin Kurtit. Ata që përna thojnë, si Zoti Abdi Gjiku, që jeni maru prej Albin Kurtit, unë mu ju thonë çka ka ndodhë me juve prej që është në pushtet Albin Kurti, e faktikisht edhe ma herët në 10 vjetë e fundit. Se në kofsha maru unë prej Albin Kurtit, unë jëm i pari që jëm dalë, prej që ty në po flasë, edhe këmë thonë që kjo është i rrezikshëm edhe është autoritar. Njerit edhe ftesën e Zotit Kurti për takim, thirrjet e vendosjes, konkretisht Adnan Rustemi, ti tha ambasadore Musuani, tha ka gjykata kushtetuese se për na prishni, ti para 18 ditë e akuzoni gjykatën kushtetuese, për shkak sulmit të gjykatës kushtetuese na ndërprej edhe dialogu strategjik me SBA-n. Si bishe këto standardet e dy fishta? Standardet e dy fishtat vetëvendosjes? Për gjykatën kushtetuese. Nuk kjo është për mu kur gjë e befasishme krejt e brenda ideologjisë edhe që ka bëm vetëvendosja. Qëre, për mu vetëvendosja është kapitulli mbyllur sa i përket analizës. Dhe më thonë është... Ja me madhe... është partia me madhe, po është krejt e qartë që ka bëm vetëvendosja. Është krejt e qartë që vetëvendosja kur i konvenon gjykata është e mirë, kur si konvenon gjykata është e keqe. Puna është që apo bojnë ana tjertë. Opozita. Pikrisht. Kusht opozita sot dhe çfarë ndodh se për shok polemika, akuza ndaj PSD-s gati pikret partive opozitare. Çfarë ndodh se krejtë në rregull, për mullet e shojnë PSD-n s'ka problem, heq. Mirë, po problemi më i madh në qitë vend është Albin Kurti. Edhe ata vetë kanë thonë që Albin Kurti është i rrezikshëm, Albin Kurti njënën ka tendenca autoritare, Albin Kurti është manipulus krejt, se në njëri Rusis, njëri Sërbis, njëri krejt, në fund PSD-ja, pi bjen që koka e keq, për shkak që pi ju kritikon juve që përshkoni pi paloni Albin Kurtit. Ju ka palu opozita Albin Kurtit? Absolutisht. Këshyre një qëfar, se mas pari, këshyre një krejt që të situat, që shka arë që kjo situat. Opozita i ka shku në krejt takimet që ja ka lyp Albin Kurti, duke ja legjitimu krejt që të planë dhe diskurs të Albin Kurtit, që faktikisht unë nuk jam njeri rrezikshëm edhe po, unë jam bashkëpunus. Nuk mund është ti me thonë, Albin Kurti është i rrezikshëm, është me Serbinë, është argat, është autoritar, është çka dush, e në fund takimin e parë që thirr, mas zgjedhjeve me thonë dojna marrëveshje politike për qeveri dhe për kuvend, që shka bo Bedri Hamza, ose që shka bo Lumir Abdi Gjiku, dojna marrëveshje politike për qeveri e për kuvend, edhe mas ne edhe për presidencë. Qysh, me një njeri që tipi thua është i rrezikshëm e autoritar, me njëherë mas zgjedhjeve, pa kalu as 3-4 muaj që ja ke thonë që të sem pa ndru kur gjëte ky autoritari, tipi shkon takim dhe pi thunë na po dojna marrëveshje politike, nuk kupton me bo qeveri bashkë. Jo, ka kanë thonë marrëveshje politike për president. Jo, marrëveshje politike ka thonë Bedri Hamza, pe citoj. Marrëveshje politike për qeveri dhe për kuvend, nëse dënë me u marrë vesh edhe për president. Nuk e kom dhe deklaratë. Absolutisht është deklaratë. Jo, është deklaratë e qartë. Zotin Hamza se kum pas prej kohës pushatë. Është deklaratë e ti nëse nuk gaboj në Rubicon, nuk jam i sigurt a ka qenë Rubicon, apo ka qenë në njënin për emisioneve tjera, mirë po ka qenë deklarata e ti e sakt çka po thomone, mujna me verifiku. Flashër, Lumiri ke pak jashtë për të tiki që e pasha ditë, nuk ja përmeni emrin Dardanit, po ju akuzoj juve si shkoni po protestani, se Dardani shkoj protestet e zyrit të LDK, s'pe ja përmeni emrin, po di ke përkon po flitet, shpes që Zoti Abdi Gjiku së minuat, per referona formes, dikush tas që ka një farë forme, është maru politikisht si të Albin Kurti, vjen protestant të dera, a ki koment? More, ata që përna thojnë, si Zoti Abdi Gjiku, që jeni maru prej Albin Kurtit, unë mu ju thonë çka ka ndodhë me juve prej që është në pushtet Albin Kurti, e faktikisht edhe ma herët në 10 vjetë e fundit. Se në kofsha maru unë prej Albin Kurtit, unë jëm i pari që jëm dalë prej që ty në po flasë, edhe këmë thonë që kjo është i rrezikshëm edhe është autoritar, edhe unë jëm koni gatshëm i hub krejt pushtetin, që privilegjet edhe pushtetin potencial, sepse e këmë ljonë vetëvendosin kohën kur vetëvendosja u konë në kulmin e saj, për me paralajmëru që të rrezik, sepse unë për një me kom besu që është që kjo rrezik. Ndërsa që apo bënë sot Lumir Abdi Gjiku e Bedri Hamza, është që sot jënë të umaru prej Albin Kurtit, sepse e kam përqafu diskursin e Albin Kurtit komplet, dhe nuk po mujnë me dalë pe këti diskursi e mi a bo as një pik opozit Albin Kurtit, që ashtu që shduhet mi bo. Dhe po i palohën fund në takime, dhe këshyre një që ka thanë, mas vendimit gjykatës kushtetuese, thanë, na i shkojnë, a prap në takim Kurtit. Vishte presim që apo thot gjykata kushtetuese. Shëti tash, dhe më thonë, për një moment i po thu kë
po këshyr me kop demokracinë, me kop Demokracia për shtetin, shteti autoritar. Demokracia për shtetin autoritar, po më vendos gjykata kushtetuese na më nuk luftojnë aty, po të vinan ta kemi, këshyrëm qysh po bja bojna për mos me shku në zgjedhje. Ç'është është kjo? Në kuptimi këtij mesazhit është që ky. Vend që me konë opozita me thonë na dojmë zgjedhje me çdo kusht, edhe mu s'u intereson a kiti drejt as ki drejt, në kuptimin formal, po unë nuk du me ta leju ty si kryeministër me kop krejt shtetin, me presidencë, me gjykatë kushtetuese me krejt, edhe unë kam të luftu deri në fund, edhe unë du në zgjedhje prej qësaj perspektive, edhe unë as nuk takoj ty, sepse ti e ka dënë thjesht më mbo bashkë pjesëmarrës në shtrirjen e autoritarizmit tënë, vend që me dalë me bu një qësi loj kampi opozitar, ata thonë, hajtë se shihëm, këqyrëm na mas gjykatës. E kush që pengon këtu? PSD-ja. Sepse është i vetëmi subjekt që është ka ja u thëtë që të vërtet të dhëmshme për ta. Ata po këshyrin që shme normalizu marrëveshjen me